ose kur hapen këto tema dhe kur diskutohet për këtë pjesë, më rikthehet një ngjarje e jetuar me mjekën që kuronte Timbir, i cili kaloi një moment jashtëzakonisht dramatik me një kancer. Edhe faktikisht gjërat shkuan aq keq sa u fut në një koma mjekësore, farmaceutike. Edhe nuk dihej a do kthehej apo jo. Edhe ishim kështu përballë me të mbas futjes në koma. Edhe i them, po tani, më thot 24 orët e para, çdo lajm do jetë një lajm i keq, kështu që të urojmë që s'do kemi asnjë lajm. Po si vazhdon kjo? Se 24 orët e para, një tmerr, domethënë që çdo moment mund të ndodhi që të dalë dikush nga ajo zona e reanimacionit dhe thotë